Përshëndetje të gjithëve. Petanik me hithra dhe qumësh do përgatisim ditën e sotme. Është një recetë që përgatitet shpejt dhe të kënaq me shijen. Filloj me përgatitjen. Kam për 1 kg me spinaq gati më parë, i kam ngrirë edhe 2 qep të njoma, ndërsa këtu janë hithrat, për ata që nuk i njohin hithrat, është kjo bim. Djekin shumë, ndaj unë me këto përdor dorashka. I presim në pjesë të vogla dhe i vendosim në një tepsi. Më pas i laj me ujë të bollshëm dhe i bashkoj me spinaqin. Si i kemi, i vendosim në tenxhere. Duke i shtuar pak krip, 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë edhe një skuqe, por edhe zjerje. Ndërkohë që lakrat përgatiten në zjarr, merremi me përgatitjen e brumit. Në tas kam 400 g miell, i shtuam pak krip, i shtojmë 2 lugë të gjellës me miell misri, e bëm pak krokant mielli i misrit petanikun, dhe pak nga pak fillojmë t'i shtojmë ujë të vakët. Ujë derisa të na mblidhet brumi dhe të bëhet një brum si për byrek. E veçanta e këtij brumi është sepse hidhet sod. Në fakt unë duhet t'ja hidhja në një kom me mielli, por harrova dhe po ja shtoj në këtë moment. E palosi me ngjeshi mirë, të soda të vej gjithandej, dhe brumi të bëhet i njëjtë. Shikoni, doli një brum i butë, e vendosim në një pjatë, duke e lyer me vaj ulliri. E mbledhi me qese kuzhine dhe e lëm të pushojnë për 20-30 minuta derisa ne të përgatisim mbushjen e petanikut. Si e shikoni, hithrat me spinaqin kanë rënë nga bullimi, kanë lshuar dhe bollshëm lëngje. Unë po i shtoj edhe pak gjalp në këtë moment. E përziej mirë që gjalpi do tretet. Ndërsa në një tas fillojmë të përgatisim salsën. Shtojmë 2 vezë, më pak se 1 lugë çaji me krip, pak piper të zi, një deri në 2 lugë të gjellës me vaj ulliri që të bëhet përzierja e mirë e vezëve. Më pas shtojmë 1 lugë të gjellës me miell për t'i bërë lakrat pak kremoze dhe pak nga pak fillojmë të shtojmë 200 ml qumësht. I thërmojmë edhe djath të bardhë sipas dëshirës dhe më pas e bashkojmë me lakrat në tenxhere. E shtojmë të gjithë përbërjen, e përziej mirë, me njerë ndryshon konsistenca, bëhet pak kremoze, e lëm të ziejë edhe 5 minuta dhe më pas e fikim zjarrin. Brumi tashmë ka pushuar, do ta ndajmë në 2 pjesë. I vejmë edhe një gjeshje, është për edhe më i mirë brumi që ka pushuar. Formuam 2 kulaçka të nda. Këtë poshtë unë e bëj pak më të madh nga tjetri. Dhe një kulaçk pak më e madhe dhe tjetra më e vogël. Ndryshe nga byreku që unë e tërholl me nisështe, këtë po e tërholl me miell misri. Nuk do përdor petës ose oklai, por thjesht me rull. Petanikun mund ta përgatisin jo vetëm andisat që kanë vite në kuzhinë, por edhe vajzat e reja, sepse nuk kërkon në një teknologji të madhe në hapjen e petëve. E vendosëm në një sini të lyer me vaj ulliri, po në të njëjtën mënyrë do hapim edhe petën tjetër duke i shtuar miell misri. Shikoni sa shpejt që hapet. Dhe të dyja petët janë gati, nuk të lodhin fare. Mbi petën e parë shtojmë vaj ulliri,
Më pas lakrat e përgatitura janë tepër kremoze, kanë dhe aromë tepër të mirë nga ithrat. E mbuloj me petën tjetër, mua nuk më pëlqen që t'i vë ato kore tanësh. E dua të butë pasi ato forcohen dhe nuk më pëlqejnë aq të forta. Por i ngjesh në këtë mënyrë të dyja petët, i bëj një prerje formale që peta mos të fryhet lart nga soda, por të ketë trajtën e një byreku. Do ta pjekim për 20-30 minuta në 200 gradë. Natyrisht që shtohet edhe pak vaj ulliri sipër. Direkt dhe në furrë. Dhe ja sa i mirë që duket petaniku. Ka aromë shumë të mirë, edhe pse ngjyra nuk duket shumë e mirë, por ju siguroj se shija është fantastike. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme, një recetë e thjeshtë, recetë tradicionale, është plot e përplot vlera ushqimore dhe e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.